Organizata jo qeveritare Iniciativa për Progres i ka dërguar një letër të hapur kryetarit të komunës së Ferizajt Marem Sfarqa, në të cilën kërkon nga ai që t'i bëj publike të gjitha lejet e lëshuara nga Drejtoria e Urbanizmit për lokalet e lojrave të fatit që operojnë në Ferizaj. Përfaqësues të INPOS thonë se drejtori i urbanizmit dhe inspektorët komunal kanë dhënë deklarata kundërthënëse rreth lëshimit të lejeve për këto biznese, duke shkaktuar dyshim se zyrtarët komunal në Ferizaj kanë bërë shkelje ligjore dhe kanë shpërdoruar detyrën zyrtare. Drejtori i urbanizmit deklarohet se janë lëshuar 45 leje për disa kazino, ndërsa një vartës i të njëjtit drejtorës së të njëjtës drejtori thotë se nuk është lëshuar asnjë leje për këtë lloj biznesi dhe se ai nuk ka nënshkruar as edhe një vendim të vetëm që do të lejonte veprimtarinë e kësaj ose këtyre bizneseve. Do të thotë, këto deklarime të kundërta të drejtorit dhe vartësve të tij mund të sjellin shumë lehtë në lajthitje qytetarët, në këtë rast bizneset dhe institucionet e tjera gjelëse të cilat janë të përfshira në proces. Atëherë ne kemi kërkuar që të publikohen të gjitha lejet e lëshuara nga Drejtoria e Urbanizmit, gjë kjo e cila do të saktësonte në mënyrë shumë konkrete, shumë të saktë, se cila palë në këtë deklarim ka të drejtë drejtoria ose drejtori, në këtë rast i cili thotë se janë lëshuar 5 leje, apo ka të drejtë inspektori i cili thotë se nuk është lëshuar asnjë leje. Ndërsa drejtori i urbanizmit Faj Grajnca mohon të ketë pasur deklarata kundërthënëse në mes tij dhe inspektorëve të drejtorisë që ai udhëheq. Absolutisht nuk ka mosmarrëveshje, çdo akt apo çdo dokument që del nga Drejtoria e Urbanizmit dhe që na shkruhet nga drejtori është përgjegjësia ime. Dhe nuk mund të ketë, unë kam dhënë një intervistë për një televizion i cili me një formë është mundu me bë paksa spektakle dhe ja kam shpjeguar dhe i kam ofruar dokumentacion, por është çështje e tyre se si e kanë interpretuar dhe si kanë raportuar. Po, a një dhënë një leje për këto lojra? Gjë, mu më vjen keq, por kanë qenë disa prononcime dhe unë i inkurajoj ata njerëz të cilët kanë dalë në një televizion dhe kanë shprehur dyshime se në Drejtorinë e Urbanizmit kërkohen favore për të kryer punë. Pra unë i inkurajoj ata njerëz që këtë aksion ta shtyjnë edhe me tutje dhe të institucionet përgjegjëse të deponojnë të gjithë materialin eventual që kanë, sepse do të ishte në interes timin personal, në interes të Drejtorisë së Urbanizmit dhe në interes të qytetarëve që kjo çështje të shkojë më tutje. Në komunën e Ferizajt operojnë disa lokale të lojrave të fatit, që sipas drejtorit Grajnca për disa nga to janë lëshuar leje sipas ligjeve në fuqi. Mirë po e pranoj se ka dhe prej atyre që janë duke funksionuar ilegalisht.